Për Ukraina nuk është se s'ka marrur vendime. Ukraina nuk është një konflikt i bërë nga europianët. Bashkimi Evropian është një ndër kontribuesit më të rëndësishëm dhe nuk ka se si të marrë vendim. Vendimi i formës tjetër do të ishte që Bashkimi Evropian të përfshijë një konflikt me Rusinë, që nuk është një konflikt i Bashkimit Evropian, është një konflikt në portat e Bashkimit Evropian, por Bashkimi Evropian vazhdon të jetë një ndër kontribuesit më të rëndësishëm dhe mbështetësit kryesor të Ukrainës, e cila po bën një luftë të drejtë për mbrojtjen e suvranitetit, dhe kemi rastin konkret hapur që bën pjesë prapë në situatën e përgjithshme të një rendi anarkie të botërore që po kalojmë, që suvraniteti i Ukrainës është synuar në mënyrë të hapur dhe në konkujdërshim me të drejtat ndërkombëtare nga Rusia. Pra nuk mund të bëjmë më shumë se sa kaq Bashkimi Evropian në raport me konfliktin në Ukrainës. Zgjidhja finale e konfliktit në Ukrainë është mes Ukrainës si shtet i cili ka fshuar një agresion dhe mes Rusisë e cila ka shkelur drejtat ndërkombëtare dhe ka bërë një agresion. Cili do jetë marrëveshja dhe kur do jetë kjo marrëveshje, kjo varet nga forca dhe rezistenca që do kenë ukrainësit dhe nga durimi që do ketë Putini, i cili po përballon një luftë me kosto të mëdha njerëzore, me kosto të mëdha politike, por edhe me kosto të mëdha ushtarake.